Çdo 9 maj, Europa ndalet për të kujtuar një nga momentet më të rëndësishme të historisë moderne, lindjen e projektit evropian, i ndërtuar mbi paqen, bashkëpunimin dhe bashkimin mes kombeve që dikur përballeshin në luftë. Sot, më shumë se 7 dekada mbas deklaratës së Schuman të vitit 1950, Dita e Europës nuk është vetëm një simbol historik, por një reflektim mbi të ardhmen e vet kontinentit. Ministri i atëhershëm i jashtëm i Francës, Robert Schuman, lexoi për shtypin ndërkombëtar një deklaratë ku i bënte thirrje Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera europiane për të bashkuar prodhimet e tyre të qymyrit dhe të çelikut, që do të ishte themeli i parë konkret për një federatë të ardhshme europiane. Vendet të cilave u drejtoi thirrja kishin dalë të rënuara materialisht dhe moralisht nga konfliktet me njëra tjetrën. Ajo që propozonte Schuman ishte krijimi një institucioni evropian mbikombëtar, i cili do të administronte industrinë e prodhimit të qymyrit dhe të çelikut, sektori i cili në atë kohë ishte baza e fuqisë ushtarake. Në një kohë kur lufta është rikthyer në kufitë e Europës, ekonomitë po përballen me pasiguri dhe nacionalizmat, por i ngrihen në shumë vende. Ideja europiane po testohet sikur më parë. Megjithatë, Bashkimi Evropian mbetet projekti më i madh politik dhe demokratik i paqes që ka njohur kontinenti. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, e veçanërisht për Shqipërinë, 9 maj ka një kuptim të dyfisht. Është një ditë feste, por edhe një ditë përgjegjësie. Integrimi evropian nuk shihet më vetëm si një objektiv diplomatik, por edhe si një nevojë për standarde më të larta jetese, drejtësi funksionale, si dhe institucione të besueshme. Në këtë ditë e Europës, mesazhi që vjen nga Brukseli është i qartë. Dera europiane mbetet e hapur, por rruga drejt saj kërkon reforma reale, luftë kundër korrupsionit dhe forcim të shtetit ligjor. Nga ana tjetër, vetë Europa duhet të dëshmojë se mbetet e aftë të mbrojë vlerat mbi të cilat u themelua: solidaritetin, demokracinë dhe dinjitetin njerëzor. 9 maj nuk është thjesht një përvjetor ceremonial, është një kujtesë se paqja dhe liria nuk janë të përhershme, pa vullnet politik dhe pa qytetar të cilët besojnë tek demokracia. Në një botë gjithnjë më të trazuar, Europa mbetet një ide e cila duhet mbrojtur çdo ditë.